Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në fillim të kësaj jave për disa ngjarje të pritshme që pritet të ndodhin pra në ditët në vazhdim, duke filluar nga nesër dhe mëtej, por edhe ato që kanë ndodhur me avokatin Gylçen Zhdima, drejtuesi i fraksionit të Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju avokat, e prisni të nxehtë këtë javë me zhvillimet ndoshta ndërkombëtare, se nga vendi sigur u mbyllën, por nesër do të merremi me Iranin, ku do të shpallet pra vendimi si duke konsideruar shtet sponsorizues e terrorizmit. Ishim pak ditë më para ambasadoren amerikane në Greqi që erdhin në Tiranë. Ndërkohë që protesta e 22 marsit e opozitës, me Belinda Ballukun, kapitulli është mbyllur, tha kryeministri, nuk e di nëse ju mendoni që duhet ta diskutojmë më apo jo. Shiko, të jem realist me ty dhe opinionin publik që na ndjek vazhdimisht, dhe duhet të jemi falënderues ndaj tij, sepse të jemi vërtet ata për shkak se na kanë vlerësuar vazhdimisht. Ne këtu kemi thënë për një zyrë që ndodhet në Athinë, në ambasadën amerikane në Athinë, që merret me Ballkanin më parë. Me Ballkanin dhe posaçërisht me Shqipërinë. Ju pat shumë mirë që ky fakt ndolli. Ne jemi të vërtet me ato informacione që japim, nuk janë informacione as sekrete, janë informacione të cilat nuk kuptojnë gjeopolitikën dhe tregojnë strategjinë që ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë transparente për qëllimet e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dihet që populli shqiptar është pro-amerikan, është pro-europian dhe sigurisht çdo përpjekje që bën një titullar të një institucioni të Shtetit Bashkuar të Amerikës është në favor edhe të Shqipërisë. Tani, ajo çfarë kemi thënë vazhdimisht dhe themi është që ne duhet të kuptojmë politikën në atë që analizohet në pjesën politiko-juridik, që nuk kupton politika në normimin e ligjeve dhe ligjeve të cilët politika i përfaqëson. Që do të thotë ne duhet kuptojmë qartazi që rasti Balluku nuk është një rast i mbyllur, kapitulli i mbyllur, ne kuptojmë kur drejtësia nuk mundet të veprojë më. Dhe është pikërisht jo drejtësia reale e vërtetë e pamshme. Është mbyllur kapitulli, po jo libri. Bravo. Pra, kemi mbyllur një kapitull të një libri. Po ne nuk e dim që libri sa kapitull i ka brenda. Sa i fillon me 1-shin dhe përfundon ku Threqametin. Pra, nuk është e thënë që kapitulli mbyll, po libri u mbyll. Pra, kapitulli po libri që është libri i Partisë Socialiste, është libri i keqeverisjes së Partisë Socialiste, nuk kupton qartazi që zoti Rama mbylli një kapitull për sa i përket vetes së tij dhe zonjës Balluku. Po jo zonja Balluku me drejtsinë e Partisë Socialiste të zotit Rama. Pra, këtu duhet kemi kujdes. Nuk flasim për drejtsinë e pavarur e paanshme i treti, merr dhe shqyrton provat dhe del në vendimarrje. Sot drejtësia është ashtu siç është drejtësia popullore. Perceptimi publik nuk kupton drejtësinë në Republikën e Shqipërisë. Me perceptim publik mund të futesh në burg, po jo me prova. Ky është fakt konkret. Dhe për ata të cilët nuk e kanë ndjerë ndonjëherë, uroj mos ta ndjeni asnjëherë, por është e vërtetë që do përballen, sepse perceptimi i drejtësisë nuk është thjesht vetëm gjyqësori, është edhe mënyra se si ti merr shërbimin nga shteti ku je, qeveria se si të sillet ty ndaj çdo problemi që ke. Këto nuk janë thjesht element të një ngjarje të zakonshme, po janë element të drejtësisë e cila nuk zburon vetëm tek gjykatat e vendit, por të çdo lloj diskriminimi që i bërë qytetarit shqiptar. Prandaj, zonja Balluku ka mbaruar për zotin e Rama, për libri është i madh dhe përveç kësaj përfshin edhe zotin Rama për shkak se drejtësia e zotit Rama dhe jo ajo drejtësia e pavarur e paanshme. Avokat, tek rasti i zgjuarës për Ballkanin, për Shqipërinë, edhe keni thënë më parë në ambasadën amerikane në Athinë, mos do të thotë gjë që mos na
kap në riformatimi i ambasadës në Tiranë apo? Nuk besoj se do të jemi në këto kushte, sepse kemi këtë ngjarjen që ka ndodhur me Iranin dhe Izraelin, por e vërteta është që disa diskutime që vinë nga linja Trump, sigurisht do t'i përcjellin një përfaqësues i denjtë i linjës Trump, që është ambasadorja në Athinë. Sigurisht që zoti Rama e ka marrë mesazhin shumë të qartë. Ai në rast se do të kishte një mesazh falendërues, përgëzues, çfarë do kishte bërë, siç ndodhi me bordin e paqes, që do na ngeli bordi i paqes, do të dilte me njoftim me shkronja kapitale që të shkonin gjithë pensionistat komunistë që vdesin për Partinë Komuniste dhe Edi Ramën, që të kuptonin që sa e do Amerika Edi Ramën. Por nuk ndodhi një rast i tillë. Kanë kaluar 3 ditë. Se unë e di se lajmi 3 ditë zjat, jo më shumë se 3 ditë. Dhe prita të kalonte lajmi dhe në fund fare kaluan 3 ditë dhe ai nuk tha të paktën një gjë konkrete. Pse nuk e tha? Po me shkronja kapitale që thoshte, unë kam mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Donald Trump, sepse pikrisht erdhi linja e tij nga Athina në Tiranë dhe më dha mesazhin ku je o lider suprem. Pra, ju duhet kuptoni që zyra në Athinë e ambasadës amerikane ka sinjalizuar zotin Rama, nuk ka lidhje fare mbështetje. Zero mbështetje dhe guxo dhe dil dhe thuaj diçka që është për te atyre që unë të kam cituar në takim, sigurisht që do të kesh pasoja. Prandaj zoti Rama nuk doli me shkronja kapitale, thoshte që erdhi linja e Trumpit. Pamjet ishin është ai rasti që dikur flisin më shumë pamjet. Urdhro? Flisin më shumë pamjet e takimit ata. Ato Shiko, edhe mua kur më përqafojnë edhe kur më puthin, sigurisht mbaj edhe rezerva, nuk e jap gjithë veten time. Mirë. Tani sigurisht që edhe zoti Rama mbajti veten e vet, por dhe zonja mos harroni është femër. Avokat, ishte një takim, ju thoni që erdhi për të sjellë një mesazh edhe kaq. Mesazhi ishte shumë i qartë. Në rast se zoti Rama do të kishte një do të thoshte një mesazh lavdërimi, do ishte i pari mesazh që ai do të publikonte, sepse mos harroni faktin që ju e pat shumë mirë se si ai publikoi rastin e bordit të paqes. Në rastin ndoshta, sa kalu disa ditë, ndoshta mund ta në sekonda ta them unë ty, në momentin kur e mori Tony Blair dhe i tha që je në listë, ai në atë momente e publikoi dhe priste derisa të dilte ftesa zyrtare pas 3 ditësh që erdhi. Dhe pastaj pat ju, zonjë Spiropali, e cila sot është e shkarkuar, duke përgëzuar Skënderbeun e sajt që e shkarkoi. Pra, e kuptoni në cilën situatë jemi. Zoti Rama duhet kuptoj qartë që është momenti të reflektoj për Partinë Socialiste dhe socialistët për Partinë Socialiste. Në rast se Partia Socialiste dhe zoti Rama do të vazhdojë të bëjnë avokatët e atyre të cilët janë përfshirë në afera të dyshimta, të cilët janë përsëri edhe ndikohen nga drejtësia e Partisë Socialiste, se nuk flasim për një drejtësi të pavarur pash, nuk janë mashtrime për opinionin publik, që të kënaqet populli të thotë, "Ua, çfarë drejtësi përfituam ne pas reformës së mëfamshme në padrejtësi." Por e vërteta është që drejtësia e Partisë Socialiste është ajo e cila po merr përpara antarët e saj. Avokat, çfarë mendoni që hapësire ka Spaku për të vepruar tani, sepse 2 veprime janë bërë. E para ishte masa që quhen kushtetuese, atje fitoi, pavarësisht 4-4 që mbeti fuqi, dhe e dyta vendimi i parlamentit. Tani janë Kush fitoi? Po, si fitoi Spaku atje apo jo? Asnjë s'ka fituar, ta garantoj unë ty. Po vendimi u lan fuqi, do të thotë që pezullimi fuqi eci Spaku. Edhe një herë, gjykata kushtetuese janë 1-1. Gjykata kushtetuese bëri një gabim që duhet bënte një deklarim. Nuk i kërkuam gjykatës kushtetuese të na shfuqizosh një vendim. Gjykata kushtetuese kishte për detyrë të bënte deklarimin, deklaroj kompetencën. Pra thoshte, dëgjoj mua këtë.
deklarojmë kompetencën të GKK-s që ka mundësi të bëj pezullimin e një ministri. Kjo quhet deklarat, pra nuk shkoj Zoti Rama, se Zoti Rama nuk ka mundësi objektive, po edhe subjektive, pse? Sepse nuk është palë në proces, është zonja Balluku. Dhe gjykata kushtetuese duhet të dilte me një vendimarrje deklarative, pra që do të thotë, nesër, merreni si praktik dhe jo të shfuqizim, nuk po të kërkojmë të shfuqizon një vendim të GKK-s, sepse Zoti Rama nuk kishte palë në proces. Po tani, kur ti merr një notere e bë gjykatës kushtetuese, edhe një piciere bë antar gjykatës kushtetuese, e tani më fal tani. Edhe tjetri ka gjithë familjen e ka njëri në Amerikë, tjetri e ka në Europë, e sigurisht që nuk do t'japi vendimet ashtu siç duhet sipas standardeve të një vendi. Tani mos më bë tani të flas tani. Më freno, bën ai pyetje tjetër. Por e vërteta është që gjykata kushtetuese ka lëvizur nga binaret e saj kushtetues, sepse praktika kushtetuese nuk është që të vjen një ambasador të thosh ke familje në Amerikë dhe të heqin vizën dhe nuk kalon. Them unë. Nuk ndodh në Shqipëri, nuk ndodh. Po thjesht po e themi ne thjesht për të është si puna kur e mame, kur thash unë atëherë ty për atë ngjarjen e asaj të zyrës në Athinë për Amerikën. Ajo doli. Nuk pesu, po edhe unë për ta nuk them këto të korçonon ty për vizë njëri tjetër. Nuk dalin këto, nuk dalin. Tani nuk dalin, kur bie nga kali tjetri, pastaj dalin. Ne kemi qenë të në presion këtu gjëra. Po që në presion, je bëreshën vllai mos rri aty më. Se diçka nuk shkon mirë, se ti nuk do marrësh në qaf fatet e popullit shqiptar sepse do familja jote të ketë vizë me Amerikën atë nga mesdhen darkë. Prandaj unë them edhe ti më thua avokat mos e thuaj. Jo, unë prandaj them që duhet të ripar mënyra se si duhet kontrollohen gjykatësit, se si do kontrollohen prokurorët e posaçëm dhe të zakonshmit nga një prokurori e cila duhet të jetë e përgjithshme. Dhe unë them që duhet vendosim përsëri kryeprokurorin e përgjithshëm dhe prokurorët e apeleve dhe shkallave më të larta, të cilët të kenë mundësi hetimi ndaj çdo magjistrati të sistemit të ri në drejtësi. E shbet në drejtësi avokat, po puna është këtu tani. Nga mesazhet që kanë ardhur këto ditë, se kanë qenë disa 4 ambasada në Moskva. Kanë qenë mesazhet që erdhën nga ambasadat gjermane, nga ambasadat, thash mos thënë na erdhën ai pic. Po, tani ishin ditë intensive të qeverisë, ama vetë pranoj që kanë pas diskutime për këtë çështje. I bie që është 1-0 për qeverinë këtu tani. Ju si komentoni këto deklarata të opozitës që është frenuar procesi i integrimit? Ka diçka këtu apo një rast, një episod nuk mund të frenojë një proces? Shiko. Hartimi i një politike nuk kupton qeverisjen. Dhe qeverisja ndodh jo vetëm në Shqipëri, por ndodh edhe në shtete të ndryshme. Shtetet të cilët ju cituat për ambasadat që kanë dalë në deklarat, nuk kuptojnë qëndrimet e shteteve të tyre për Shqipërinë në antarësim në Bashkimin Evropian. Unë ju garantoj juve, jemi në Bashkimin Sovjetik, besoj se duhet shumë vite akoma pas 2035 të shkojmë në Bashkimin Evropian. Dhe kam frikë mos të vim në Bashkimin Sovjetik që nuk do kemi mundësi të dalim më në Europë. Kjo është frika ime. Unë nuk kam frikë, nga se del një ambasador thot një deklaratë të qeverisë të tij që përfaqësohet nga një shtet i cili ka një qeveri të majtë apo djathtë. Frika ime është akoma më e tmerrshme që nesër mos të mblidhen të gjithë ambasadorët dhe ministrëve të politikave të jashtme të Bashkimit Evropian dhe dalë me një vendimarrje të thënë Schengen, po, shqiptarët kalojnë përsëri nga ambasada. Tani faj nuk e ka opozita, nuk e ka Dulber, nuk e ka Gülseni, sepse Rama mbron Ballukun. Nga drejtësia e tij. Mirë, se pikrisht çdo sankcion që mund të vijë Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar do jetë faturë e Partisë Socialiste dhe drejtësisë që Partia Socialiste ka bërë me ndërkombëtar, lavazhier, çfarë doni ju vendosni.
Ky është serioziteti që unë flas. Pastaj le të na thënë jo, qeni njëri, qeni tjetër, s'ka rëndësi. Puna e tyre le të thënë çfarë po ato është që të kalojnë për ambasadën të marrin të aplikojnë për viza. Jo unë, apo ti. Sepse derisa s'do të dalim, s'kemi nevojë të dalim. Por ka qytetarë të cilët duan të dalin nga Shqipëria dhe janë edhe socialistë, çuditërisht, që janë edhe socialistë. Dhe ata sot nuk dalin të thënë partisë. Ore, mblidhuni, mirë po vjedhni, por ne përna qonë në Bashkimin Sovjetik të Enverit që mbi bllokonte kufit, sikur kufit ishte parcela e shtëpisë e Enverit. Prandaj ju them që mënyra se si duhet të perceptuar reagimet e ambasadave, mund të qof larg mund ta heqin vizat. Bëja. Se ju mendoni se nuk mund të bëhet kjo gjë? Në çdo moment mund ta bëj. Ju e dini që Gjermania ka vendosur në pikat e kalimit kufitar, ku ndërkohë lëvizja është e lirë midis Hollandës, mos gaboj, edhe disa shteteve të tjera. Po, edhe disa shtete të tjera që kufizohet, mos gaboj, me Francën, disa shtete të tjera që ka vendosur disa pika, të cilat thotë, shiko, ne e pranojmë lëvizjen e lirë, po ama ne kemi të drejtë për shkak se kemi autoritet kombëtar, të kërkojmë, shikojmë fal, kush po futet dhe kush po del nga kufiri jon. Duhet të kuptoni këtë gjë. Goditja e lindjes së mesme, që nuk kupton trazirët që do të ndodhin, tani e tutje, nuk kupton një Bashkim Evropian më konservator, jo më solidar, një Bashkim Evropian jo më të hapur, mirë. Dhe një Bashkim Evropian i cili do të mendojë përsëri kufizimet. Mirë. Pra, ne tani në këtë situatë që jemi, nuk jemi në situatën gëzohemi sepse mbrojmë njërin i cili është i përfshirë nga drejtësia e vet i proceduar. Ne duhet të kuptojmë qartësi që këto mesazhe kanë cënuar interesin kombëtar apo jo? Po apo jo? Është shumë e thjeshtë kjo. Qytetarët socialistë që votojnë partinë dhe vdek Shqipëria dhe rroft partia, derisa nuk preken nga liberalizimi i vizave, thënë jo, mirë jemi akoma. Kur të prekin, pastaj thënë fajin e kanë të tjerë dhe jo Edi Rama. Kundërkohë faj e ka edhe Partia Socialiste, edhe antarët e Partisë Socialiste, që Edi Rama po cenon liberalizimin e vizave. Tani unë po shpik, inshallah të shpik, po nuk besoj se shpik, se kur do dalin dy kancelarit të mëdha atje dhe thënë hajdeni këtu, hajdeni. Mirë, rregullat i keni, mos them çfarë keni bërë. Ju e pat shumë mirë, e mbani mend ju kur kanë folur për Mogherini, ku është zonja Mogherini sot? E mbani mend ju kur kanë folur për zonjën Kos që na vinte këtu na përgëzonte. Oh, ne po shkruajmë europianizimi i Shqipërisë, Shqipëria përpara. Çfarë kanë thënë asaj vendi vet? Që ti je agente, çfarë kanë thënë? Spiune kanë thënë, çfarë kanë thënë? Ne keni para pak ditë, po ka pas akuzat brendshme në Mosgavoj. Besoj se një figurë e tillë. Po prit më të hapen dosjet, se nuk e bën Belgjika, nuk e bën prit të hapen dosjet në Belgjik. Dhe mbajmë mend po nuk u shkarkun shumica e Komisionit Evropian nga dosjet e Belgjikës. Dosjet që ka Belgjika për komisionerët e Bashkimit Evropian, falsula on the line. Do të shikosh të vërtetën. Ata të cilët na mashtrojnë ne për Bashkimin Evropian të Shqipërisë. Mashtrues ordiner. Se mashtrues do zotëri. Avokat. E shoh që jeni Më iritove, nuk e kam fajin unë. Më iritove, më the për ambasador dhe unë e di ti. Sa dëgjoj ambasador direkt frymëzohem nga ata. Tani kam Palacio ambasador. Kur shkelet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë kemi me vëmendje për të drejtat e njerëzit, minoritetet, diskriminimi. Kur nuk jepet imunitetit, deklarat atë dhe i qepim gojën edhe lajmi i fundit, Kështu ky është ata janë ambasadorët, e kupton? Ku e ke ambasadorin evropian të dalit flasi që po shkelet vija e kuqe? Ku është? Ku është do të ambasador që na qajt për të drejtat dhe lirisë themelore të njerëzit? Dhe shkelet e drejta kushtetuese e qytetarëve shqiptar dhe mbrojt një politikan e Partisë Socialiste. Ku është zoti ambasador? Ku jeni? Ku jeni? Nga vjen ky? Nga Italia vjen edhe ky? Italian. Avokat, ju dini që ambasadorët edhe janë të akredituar pranë qeverisë. Domethënë që ata nuk është të dalin kundër qeverisë, janë për të bashkëpunuar këtu.
Të mua e thua ti apo ata të cilët vdesin për ambasadorët edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe të Europës edhe për ambasadorë të tjerë. Ka qytetarë që vdesin për këto ambasada, jo unë. Okay. Ose për të drejtat dhe liritë themelore të shqiptarëve dhe kur shkelet kushtetuta e vendit. Nuk them për liritë themelore të disave, edhe për disa tjerë them të shkelshin të drejtat. Kjo është diferenca ime me ambasadorët e mëdhej në Republikën e Shqipërisë që kur të zgjohet Belgjika nga gjumi të shkojnë xhiro me Mogherinin e disa të tjerë. Hetimet vazhdojnë andaj, ndërkohë gjithmonë prezumimi i pafajësisë, patjetër prezumimi i pafajësisë është gjëja kryesore për ata, patjetër. Për Brukselin ju tha që kemi re të zeza. Tani puna është këtu, që ne me sa duket nuk kemi mirë as këtej nga lindja, sepse nesër me Iranin shënohet një tjetër hap. E shpallin shtet sponsorizues të terrorizmit. Ç'a do sjell kjo avokat? Si do ndikoj? Për ç'a po bëhet? Shiko, kaq guxim që kemi ne në një kohë ku raketat vinë e ikin, dhe ne nuk e dim se si është NATO akoma, dhe dalin këta misionarët e Partisë Socialiste për të dukur të bukur tek zoti Trump. Për mendimin tim është cenim sovraniteti, për mendimin tim është rrezik për popullin shqiptar, po jam dakord me ju të shpallim çdo shtet terrorist në rast se doni të shpallim, por kur kemi të bëjmë një luftë, duhet të kujdesim qytetarët tanë, kudo që ndodhen në botë, sepse ne mund të sulmohemi në çdo moment, në çdo lloj forme dhe mënyre, dhe në fund fare dikush mund na thotë nesër ju në NATO jeni, por puna është tani mund të sakrifikoni për vendin tuaj sepse NATO dështoi. Nesër mund të na thojë dikush, ju po bëni gati për Bashkimin Evropian, nesër shkrihet Bashkimi Evropian, ç'do të bëjmë ne, do shkojmë qellin me apo do themi Shqipëria s'ka vlerë më, nuk ka rëndësi më, me fuqitë tona do mbrojmë Shqipërinë, me fuqinë tona do të dalim ballë për të përballuar çdo luftë të padrejtë. Ky gjëja imagjinojnë luftë me pushkë në krah. Në front. Interes për ta parë. Nuk është se ka një rëndësi si vendim. Po për mua është një vendim koti, që s'ka vlerë fare. Është zero. Po bën qok dikujt që ta ka kërkuar që të dalësh tani të bësh lajmi i fundit dhe ai tjetri që është militant atje në Iran, që si di se ka belin çfarë bën, ta çon një raketë, a kupton? Edhe ti nuk e ke dijenin se si të mbrosh veten, kupton tani? Këtë po bën. Ose ka ndonjë militant këtu në mes Shqipërisë, mes Tiranës, ku i dihet, sjell në një terrorist këtu, ai thot parimet e veta, edhe tani ti cenon sigurinë kombëtare. Kupton tani ku jemi? Por duhet kujdes më zotëri. Nuk ku jeti, ku e ke ti këtë fuqi të bësh këtë veprim tani kur ata janë kuse çameti, pra nuk kanë kontroll, nuk kanë asgjë. Kanë frymëzim kundër të gjithëve sepse mendojnë se gjithë bota është kundër Iranit. Më kupton tani? Por ne duam të ruajmë qytetarët shqiptar më zotëri, nuk kemi nevojë të ruajmë tani Iranit, flasim ne për atë Izraelit, flasim ne për Amerikën, për Bashkimin Evropian, kur vetë Bashkimi Evropian nuk merr pjesë tek Irani, shkojmë ne karafilat edhe shkojmë edhe themi ta shpallim tani në shtet terrorist. Zotri, o që ambasadën iraniane këtu, mbarun, s'kem lidhje me shtetin iranian. Ai ndërprerën marrëdhëniet. Po, pse tani po shkon ti të bësh karafilin tek ata të cilët janë edhe të marrin një vendimare ta çojnë raketën atë ku e di ti s'ke as ushtri, as polici, as gjë, ty të kanë ikë gjithë jashtë shtetit. Kush do luftoj për vendin? Kush do luftoj? Jam me gjeti mua. Për ata të cilët paguhen nga taksat tona që të luftojnë për vendin, pse kur marrë pastaj stafetën populli lejë është situatë tjetër atje. Por kjo nisëm legislative nga Partia Socialiste mendon akoma se raketat bën ose janë bërë vetëm me komandim dore. Por ai ta shtyp enter aty dhe të vjen mu të shtëpia. Çfarë do marrësh ti? Prit, alo, NATO, hajde se më shpëtosh. NATO, ndodhi rasti, e mamen, Rusia goditi Polonin, e di si than, erdhi nga Ukraina. E nuk aplikohet në NI5. E për që than? Kush do bëj... Mos kemi shpresë nga NATO.
se besoni ju se NATO do të marrë iniciativë të godasi Iranin kur të goditet një antar i NATO-s? Ju e shikon çfarë po bën me Turqinë? Ai i çon predhën atje, i çon raketën dhe ja çon gjithë aty dhe ato thonë nuk aplikojmë nenin 5. E pa çfarë ndodhi me Kiprën? E pa. E çfarë ndodhi? Edhe ata tha nuk e aplikojmë nenin 5. E këta karafilat tanë të dalin të votojnë që ky ka shtet terrorist. Po janë vete apo bëjnë vetë më? Janë idiot fare më. Janë shumë idiot deputetët tanë. Opozita Kush deputetët ta votojnë atë janë ku di tani se si profesorën ata. Nuk e di, po janë idiot, le ta bëjnë, po idiotësia ka edhe pasoja, ka edhe përgjegjësi. Si do shkosh ti thua, ti a e ke hequr te zyrën diplomatike në Shqipëri? A ke shkëputur çdo lidhje me Iranin? Ti e quan shtet terrorist. Ç'lidhje do merresh ti me Iranin më? Po ata sa mendoj se janë ka shumë karafila që nuk e di kë karafil të flas kush janë karafilat e parë që duhet të flasin. Po sulmet kibernetike që sipas qeverisë kanë ardhur janë sposur. Po jo më çast sulme që kibernetike çan këto budalliqe mashtrime për popullin. Vetë bëjnë që të marrin fonde edhe të bëjnë budalliqe në action me radhë. Po le tani këto mashtrime bën tani ta sulme vetes, edhe shkonin në hapshin tender dhe duke vjedh shtetin shqiptar. Po ti mendon ti që ato kanë dalë nga i kanë marrë të tjerë, edhe është Irani ai që fshihet pas kësaj, Akoma sa punin për djathë. Duke uruar që edhe pastaj Akshi ishte një skandal i cili është faji i Iranit dhe nuk është faji shqiptar. Të nderuar qytetar, na dëgjoni me vëmendje. Lejni prallat e shteteve terroriste, derisa ne shkëputëm lidhje me ata, ja mbyllëm ambasadën dhe nuk kemi lidhje diplomatike, kjo për ne quhet që ky shtet është terrorist. Mbaruam punën. Të çojnë edhe të vim, shkojmë përsëri të ngjallim dhe të vdekurin. Edhe ta ringjallim, edhe kur rivdekur tani në këto momente ka një situatë kaotike në veten e vet, edhe shtyp një enter edhe të merr përpara, kush e mba përgjegjësinë pastaj? Do ma gjesh o balla, ma gje kush do mbaj përgjegjësinë? Ai që ka mbi emrin tat jam i parë që do arratiset. Ai që ka mbi emrin tat jam i parë që do arratiset. Inshallah butoni kush nuk shtypet avokat. Po inshallah sepse këta punojnë sikur po kanë në shtëpinë tyre 10 veta, edhe i komandojnë 10 veta. Këtu me zor komandon 5 veta në një shtëpi, jo më të komandosh 1 miliona banor që ke. Pra, mënyra se si sillet Partia Socialiste në një situatë ku nuk duhet konflikt dhe nuk duhet të shfaqet Shqipëria, e mani me në rastin e NATO-s. Shkuam në si karafila, dolëm përpara te Këshilli i Sigurisë që po komandohej nga Shqipëria, kupton? Fitove në gjoti si shtet. Qa fitove? Mund të më japësh diçka objektive, qa fitove ti si shtet që dole si karafila atje përpallë Rusisë? Zero. E njëjta gjë është tani mendoni. Zero! E mos them çka ke fituar gjërat më të këqija të cilat nuk bën tani për shkak të situatës, por në vazhdim vjen ai tjetër edhe të pisjet të gjitha pasojat. Zero fituam në Këshillin e Sigurisë të OKB-s. Me luftën në Ukrainës. Rritëm këtu karburantin këtu sikur ne ishim gjitur me Iranin apo me vendet e lindjes së mesme që prodhojnë naftën edhe gazin dhe gjithë ato. Vetëm më thot dikush, çfarë fituam ne me qëndrimin ton në OKB lidhur me Ukrainën? Pse ne, se akoma duhet flasim për këtë. Duhet të marrim konflikte midis shteteve dhe duhet të importuar në vendin ton sikur janë konflikte që ne i kemi bërë. Pra, Rusia me Ukrainën kishin konflikte me njëri tjetrin. E morëm ne si gariba, shkuam te OKB si karafila. Qa fituam? Zero fituam. E morëm ne, sikur ne po bën namin aty, dalëm ne aty përpara. Gjoksin ne përpara, këtu zero. Ministria e Rendit, Ministria e Mbrojtjes, zero në buxhetin. Qa do bëjmë ne si karafila tani? Do dalim në përpara dhe bëjmë lajm i botës sepse të shpallëm të shtet terrorist. Edhe po e shpallë dhe shtet terrorist, ti këtu nuk ditë si ta mbrosh veten tënde në një ngjarje terroriste. Dhe kur të ndodh larg qof mos të ndodhi. Larg qof mos të ndodhi. Inshallah Zoti na shpëtoi se këtu gjithë situata është ku thre qameti.
E kupton tani? Jemi në një situatë ku këta duan të bëjnë karafilin e botës dhe në fund fare ta pësoj qytetarë shqiptarë, të cënohet rendi, siguria, të cënohen të gjitha ato që ne kemi dërtuar. Sepse duhet një karafil të dalit të thotë që shiko, ne jemi të parët që luftojnë terrorizmin. Ore ti jep infrastrukturë Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ministrisë së Rendit që të luftojnë terrorizmin në vëlla. Jepi atyre para dhe akses që të luftojnë gjithçka. Jepi burime që ata të luftojnë. Prandaj, lufta për mua, Rusi, Ukrainë, konflikt personal ndër kufitar ta gjenë vetë, ta zgjidhin vetë. Lufta midis Izraelit dhe Iranit, luftë e tyre ta zgjidhin vetë dhe s'ka pse unë ne t'i bëjmë importim në politikat tona të jashtme. Ne vetëm gjë që duhet të bëjmë për të mbrojtur konsumator në çdo formë dhe mënyrë, a këtu e duam qeverinë, të mbroj konsumator nga rritja e menjëhershme të karburantit, ke pa zero, se s'blen socialistët naftë, jo. Sa gjën, jo, buk s'blen, jo. Dhe ushqimit, mos të rriten dhe të mbrojnë nga qeveria duke normuar frena tek tregu që mos fillojnë të ngrejtë çmimet. Qa më duhet mua ato që do bëjnë budalliqe këta maskaret nesër? Karafilat e PS-s dhe po shkuan edhe PD-s nuk e di. Qa më duhet mua? Zero ndikim për mua. Shpallësh ti, nuk më duhet mua të shpallësh. Ti më mbro buxhetin e çdo qytetari që mos të ketë mos të rëndohet në konsumin e brendshëm. Kjo është politika jote po e bëre. Ato tjerat janë thjesht i bën fres në njëri që të ndan peng. Avokat, faleminderit shumë për çështjen që trajtuam, për bisedën dhe për opinionet. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.